Avokati Rezart Kthupi ka deklaruar mbrëmje në emisionin Jashtë Kontrollit se edhe pse ka shumë interpretime për rolin e SPAK-ut, por ajo që më duket më thelbësore është kjo: SPAK-u pikërisht sot është në provën e zjarrit. Ajo që unë mendoj është që SPAK-u sot që flasim është në provën e zjarrit për të kuptuar nëse do të mbyll ato që janë dosje që i ka akoma pending. Ka kaluar disa prova shumë të vështira. Ajo çështja për gjykimin e zotit Berisha është një provë e vështirë. Mbajtja ose gjykimi, hetimi i zotit Meta është një provë e vështirë. Hetimi i zotit Velie është gjithashtu një provë e vështirë. Por gjithashtu ai ka deklaruar se me kohën do të kuptojmë se a është SPAK-u realisht i pavarur dhe i vendosur për të çuar drejtësinë deri në fund, edhe kur përballë ka një mazhorancë të fortë si kjo e Edi Ramës, apo këto goditje janë të kalkuluara dhe selektive. Kjo është prova që do të tregojë nëse kemi një sistem drejtësie që funksionon apo thjesht një instrument të kontrolluar për të menaxhuar goditjet politike. Kto janë njerëz të fortë në periudha të ndryshme kohore. Dosjet që po vinë po thua janë më... Kur koha evolon, ka njerëz tjerë që bëhen paq të fortë, ose diçka më pak të fortë, po janë prapë njerëz të rëndësishëm të politikës shqiptare. Dhe fakti që ka dosje që vazhdojnë hetohen, tregon që jemi në dy momente. Ose në momentin kur SPAK-u do të vendosë të zvarrisë të dosje duke mos prodhuar asnjë efekt ligjor, ose në momentin në cilin do të vendosë të mbyll, të çojë personat përgjegjës para drejtësisë dhe pastaj të shikojmë a e kaloi apo jo provën e zjarrit. Ndërkaq avokati Leonard Karaj ka folur për dosjet kryesore që presin të ekzekutohen në SPAK. U bën ja 5 vjet, ja 5 vjet domethënë që po SPAK-un avokat. U bën ja 5 vjet domethënë që po jeton incineratorët. Kjo është prova e madhe. Po pra, po 5 vjet. Incineratorët. Po. 5 vjet. Jo 5 ditë, 5 vjet ka kaluar çdo afat ligjor të mundshëm. Me Goni Gall është një dosje e cila është e turpshme për nga mënyra se si Altin Dumani është duke trajtuar këtë dosje. Teatri, apo për ish teatri. Ke dhe një vendim gjykatës kushtetuese për teatrin. Ligji Fusha, mba mendin ligji Fusha, që të rëjsh dhe njerë. E qartë. Po, 5 maj, e ditë, prishit që ndodhen të 5 maj, se jemi në gjykatë për këto. Po flasë për gjëra, dhe më thënë, kur në të gjitha është i implikuar zoti Erion Veliaj. Ekoparku, Tirana Ekopark, ai kompania me ndragetën në bashkinë e Tiranës. Këto janë dosje të cilat, këto janë dosje duhet thënë, të cilat Toyota Yaris, të cilat Toyota Yaris, po sikur janë arrestuar. Po ja, ma tani e bën me bishtë e kavalli, është një pjesë e dosjes. Një pjesë e dosjes. Sa e dosjes? 10%. Shumë pak në raport me pjesën e mbetur në netim.